Përshëndetje miq, sot në Elevate në Prag Festash do të shohim se çfarë ka të re në Ring Center. Më ndiqni. Sa futemi në hyrjen kryesore të Ringut, takoj menaxherin e marketingut, Antonelën. Përshëndetje Antonela. Faleminderit për mikpritjen. Jemi shumë entuziastë të shikojmë se çfarë ka të re në Ring Center. Më duhet ta them për shikuesit e mi të Elevate që dikur ne jo vetëm modun kam bërë një speciale për Ring Centerin që ka qenë hapja e Ringut para 10 vitesh. Është kënaqësi të rikthehem këtu dhe të shikoj që disa gjëra kanë ndryshuar për mirë, sigurisht. Patjetër, në 10 vite ka shumë ndryshime. Dhe këtu nuk mund ta humbasim këtë këndin e bukur për foto që është ndërtuar, nëse mund të tregosh diçka për idenë e këtij këndi. Patjetër, jemi në muajin dhjetor dhe prej shumë kohësh ne kemi sjell atmosferën e festave të fundvitit në qendër, duke filluar me dekorin, por gjithashtu edhe me koleksionet festive që ndodhen në dyqanet e rinj. Në hallin e qendrës, ky është pikërisht këndi i dekorit që neve e ndryshojmë sipas tematikave të fushatave marketing. Jemi në fund vit, kemi sjell atmosferën festive dhe pak a shumë kemi përdorur konceptin e rikthimit të brezit që e prisnin festat e fundvitit. Ai televizori me emisionet i dikurshëm në televizor. Brezi ynë mezi e priste këtë periudhë të shikonte programacionin, sepse tashmë është edhe një simbolik, duke qenë se duam që fëmijët të shkëpusim gjithmonë më tepër nga teknologjia dhe të kenë sa më shumë kohë të lirë për argëtim, të kalojnë kohë me familjen. Ishte një mënyrë simbolike për të kthyer në historikun e por në fakt kompozimi dhe gjithë organizimi i këtij këndi, ideja e kujt ka qenë? Keni pas një designer për t'ju sugjeruar? Ne kemi një staf të dedikuar për sa i përket menaxhimit të qendrës, marketingut dhe jo vetëm, dhe ishte një brainstorming, një të themi hulumtimi idesh midis gjithë stafit, por sigurisht duke pasur suport edhe nga agjenci të ndryshme për sa i përket realizimit, idesë dhe dekorimit. Ka patur interes, a mund të ulet dikush në atë poltronë apo nuk lejohet? Foto duhen bërë këtu. Ky është koncepti që të uleshin aty të gjithë klientët, por për ta mirëmbajtur dhe për ta ruajtur në kohë kemi lënë me data të caktuara. Dakor. Duke konceptuar si një ide për sa i përket aktiviteteve të qendrës, afër Krishtlindjeve do të jetë takimi me babagjyshin dhe vendosja e letrave fëmijëve tek posta e babagjyshit, ku mund të shprehim dëshirën, do të jetë babagjyshi real, kështu që në data të caktuara sigurisht që kulmohet. Pra, fëmijët mund të ulen atje dhe t'i bëjnë fotot e tyre. Ku do t'i presi dhe babagjyshi real? Besoj për Krishtlindje dhe për vitin e ri e kemi? Po, janë data të caktuara në prag të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, ku do të kemi aktivitete të dedikuara si në këndin e dekorit, ashtu edhe në katin e 4, ku është dhe zona e argëtimit. Si lajmëroni këto aktivitete? Neve përdorim nëse do dikush që ta di se kur mund vit t'i bëj fotot. Patjetër. Përdorin kanale të ndryshme komunikimi, duke pasur një gërshetim të marketingut tradicional, radios, televizionit, outdoorit e tjerë dhe të medjave sociale që ne kemi kanalet tona të Ringut. Edhe në kanalin tuaj në median sociale, në Instagram për shembull ose Facebook, mund t'i shohin këto lajmërimet? Çdo gjë është e njoftuar dhe publikuar në kanalet tona sociale. Ne ndodhemi këtu në katin bazë, në katin e parë, por do ngjitemi ndërkohë të shikojmë që dekorimi në fakt vazhdon edhe për te këtij këndi. Vazhdon në të gjitha katet e qendrës, por sigurisht edhe në fasadat e dyqaneve, në koleksionet festive dhe kudo në Ring. Ashtu si para 10 viteve që më ka impresionuar kjo skulptura mbrapa shpinës tonë, edhe këtë herë prapë më impresionon, sepse është vërtet një skulpturë e veçantë që ju e keni dekoruar si për festa me këto kapuçet e vitit të ri. Ma rikujto historinë e kësaj skulpture. Atëherë, ky është një kënd identifikues i qendrës tonë, ku është logoja e qendrës dhe janë në skulpturë punonjësi, të gjithë ata që kanë punuar për të realizuar ky projekt, siç është qendra tregtare Ring. Dhe në simbolik të tyre është lëna i këndi dedikuar. Në prag të festave sigurisht që kemi adaptuar me simbolikën e kapeleve të plakut të vitit të ri për ta sjellë në atmosferën totale të qendrës. Pra ideja është punëtorët që janë duke punuar shenjën tuaj identifikuese
Dhe jam e bindur që ata punëtorë që vërtet kanë punuar, do t'i bëjë qefi ta shikonin këtë. Patjetër, ka qenë një simbolik pikërisht për gjithë punën e palodhur të një stafi dhe të një ekipi që në fillesat e këtij projekti deri në 10 vite tashmë që është në treg. Dekorimi besoj që merr kohën e vet për të planifikuar këtu. Një qendër e madhe tregtare ka shumë punë për të bërë. Flasim për një hapësirë shumë të madhe dekorimi, ku përveç këndit kryesor janë edhe të gjithë hapësirat e qendrës, balkonet, fasadat e tjerë. Dhe ne fillojmë me punën, të themi që 2 muaj më përpara, sepse fillon me pjesën e konceptimit, pastaj realizimit dhe deri tek implementimi dhe vendosja në qendër, që në fillim të dhjetorit, ose tashmë edhe pak më parë, në fund të nëntorit, klientët të gjejnë këtë atmosferë në qendrën tregtare e Ring. Patjetër, identifikohet sigurisht që është shpreh festash. Edhe dyqanet, secili dyqan ka pastaj dekoret përkatëse. Po, fasadat e dyqaneve gjithashtu janë tejet atraktive për këtë periudhë festive, por jo vetëm, në çdo sezon caktuar apo fushat caktuar, fasadat e dyqaneve dekorohen sipas tematikës. Në fakt Ringu ka shumë për të ofruar, por ne do të ndalojmë në katin e 4, ku janë edhe ambientet më të reja dhe më të veçanta që mezi presim që t'i tregojmë. Në katin e 4 të Ring Center, ku ne do të zbulojmë ambientin më të ri, Bowl Ring. Dhe është në fakt shumë emocionues fakti që është hapur një bowling, pra një bowling ring, këtu në Tiranë, brenda Tiranës, sepse sigurisht të gjithë qytetarët e Tiranës kanë shumë dëshirë që t'i kenë në qytet këto aktivitete shumë të preferuara, që sigurisht Tiranës mungon realisht. Dhe pikërisht kati 4 është kati i dedikuar shërbimeve dhe argëtimit. Njësia më e re e argëtimit është Bowl Ring. Risia është që është një qendër argëtimi e re në Tiranë, të jetë aksesueshme për të gjithë klientët dhe mbi të gjitha është një vend ku mund të kalosh kohën e lirë me familjen. Tani përpara se sa të hapej Bowl Ring këtu, unë kam ardhur shpesh te ky kat sepse preferoj t'i sjell fëmijët tek Ringland, që në fakt është një hapësirë e bollshme për argëtimin e fëmijëve. Megjithatë këtu janë hapur edhe dyqane të reja, njësi argëtimi të reja. Nëse mund të më tregosh pak më shumë. Jo më kot, ne kemi quajtur si kati i argëtimit ose i shërbimeve, sepse këtu familjet, qoftë gjatë javës apo në fundjavë, mund të kalojnë një ditë të tërë. Jam hapur disa njësi të reja dhe përpunojmë për projekte të reja. Njësia më e re përveç Bowl Ring është edhe Heps, që është një njësi food courti. Po punojmë gjithashtu edhe për hapjen e njësisë së re Burger King dhe kemi shumë projekte të reja në vazhdim, kështu që jemi në proces ndryshimesh dhe risish për klientët. Okej, dhe këtu përgjithsisht po më thoshe më përpara që e preferojmë shumë këtë zonë edhe adoleshentët. Shumë, është një zonë e preferuar nga adoleshentët, por edhe nga familja gjithashtu, sepse mund të luajnë tek pjesa e bowling, të pinë një pije tek bari i bowling, të hajnë diçka food court tek pjesa e njësive të kategorive të ngrënjes. Kush janë familjar me fëmijë mund të sjellin fëmijët tek Ringlandi, kemi kineman 57D, pra kemi një larmishmëri shërbime. Mund kalosh gjithë ditën. Patjetër. Nëse mund të tregosh ideja lindi, sepse kishte një kërkesë për të pasur një bowling këtu në Tiranë? Neve, synimi jonë ka qenë që ne të kemi këtu larmishmëri shërbimesh për të gjithë target grupet. Dhe pikërisht, për pos familjeve, Bowl Ring është një kategori që i vjen në ndihmë shumë kategorisë adoleshentëve, të rinjve, familjarëve me fëmijë, dhe duke parë se si mund të plotësojmë më së miri kërkesat e klientëve, menduam që të sjellim një risi të tillë siç mund të ishte bowling në Tiranë tashmë. Dhe në fakt edhe në këtë moment që ne po zhvillojmë këtë bisedë, unë shpresoja në fakt që do ta gjeja bosh, por nuk duket se është bosh, prapë është zonë e gjithë hapësira,
sepse ka shumë interes, ka shumë kërkesë për këtë. Po nëse dikush do ta planifikojë, a duhet marrin telefon më përpara? Këtë kemi në projekt që ta organizojmë apo ta zhvillojmë në vijim, sepse aktualisht ka shumë kërkesë, sikurse dhe ju thatë. Lokacioni i ring në një destinacion siç është Zogu i Zi, ka afër shumë shkolla, shumë institucione dhe bën atë shumë të aksesueshëm dhe kërkesa në këtë periudhë ka qenë goxha e lartë. Kështu që momentalisht nuk po operojmë me rezervime, por në të ardhmen patjetër që kjo është në planin tonë. Tani edhe ajo pasqyra dhe dera hyrëse që pasqyron më së miri edhe idene. Po, janë detaje, është pjesa e hyrjes është bërë në formën e birilit për të identifikuar bowling dhe pjesa e pasqyrës ku të rinjt mund të bëjnë foto tek bowling, por edhe jep idenë e hapësirës dhe të spacjes. Tu tregohen edhe çmimet, edhe orarët, pra gjithçka është e pasqyruar. Po, është lista e çmimeve ku sikurse ju thash, përveç bowling, karaoke dhe pjesës së lojrave elektronike, kemi dhe kombinime paketash të ndryshme me hapësirën e Ringlandit, këndin e lodrave, me pjesën e kinemas 57D, kështu që mund të ketë kombinime të ndryshme, të moshave të ndryshme, apo të organizimeve të ndryshme që klientët duan të bëjnë. Po, shumë e mirë kjo. Dhe në fakt për te bowling që ne do ta shikojmë, shohim dhe këtë hapësirën tjetër me lodra elektronike, që nga kush përdoret më shumë, nga adoleshentët? Nga adoleshentët dhe të rinjt, pikërisht për të krijuar këtë larmishmërinë që sapo mbarojnë lojën e bowling apo kanë zgjedhur pjesën e karaoke box, mund të përdorin dhe lojra të ndryshme që ndodhen në pjesën e hapësirave elektronike. Sigurisht ne flasim për bowling dhe një pjesë e qytetarëve të Tiranës e kanë provuar, por ka plot që mund të vinë edhe nga rrethet, pikërisht për ta patur një përjetim të tillë dhe mendoj që ka plot që mund të vinë. Dhe futemi shumë këndshëm në këtë hyrjen me formën e një virile dhe futemi në këtë ambient këtu ku besoj vendosen këpucët, apo jo? Këpucët apo sende personale që mund të kenë klientët dhe këtu është pjesa e recepcionit. Ku klientët marrin këpucët në varësi të numrit të këmbës dhe organizohen për të bërë gati tek një nga lokacionet e pistat e bowling, në varësi të grupimeve që kanë. Tani këtu bëhen edhe porosit ose rezervimi? Këtu bëhet rezervimi i lojës së bowling, ku klienti mund të vijë, të kërkojë rezervimin e tij dhe në varësi të pistave që janë të lira, mund të filloj loja e bowling. Ja, hipim dhe sipër e shikojmë, ndërkohë që këtu marrim këpucët, unë do doja që edhe unë ta kisha si përjetim. Tani, vim dhe në këtë hapësirën ku sigurisht është dhe pritja, por edhe një ambient i dedikuar këtu. Klientët porosisin edhe për të pirë këtu, pra edhe për të kaluar kohën përveç Patjetër. Qëllimi i bowling dhe i hapësirave këtu është që të organizohen festa të ndryshme, ditëlindje, organizime me stafin, apo qoftë edhe një familje të kaloj kohën e lirë. Mund të jetë pjesa e tavolinave ku prindërit mund të shikojnë ndërkohë që fëmijët luajnë apo të gjithë familja luan. Për sa i përket porositjes, bari që ndodhet në hyrje të bowling ka si qëllim pikërisht që ta kompletoj këtë shërbim dhe eksperiencë në ring. Kemi vendosur butona pulsues ku klientët mund të kërkojnë që kamarjeri të vi të marri porosin dhe të shërbehen pije të ndryshme, koktejle. Po, tani sigurisht që qytetarët e Tiranës, një pjesë e tyre e din, e kanë përjetuar edhe këtë eksperiencë të këndshme argëtuese, por ka plot që nuk kanë luajtur ndonjëherë. Mund të vinë edhe nga rrethet, besoj që edhe ata nga rrethet nuk priten këtu. Sa kohë duhet planifikosh për të organizuar bashkë me familjen ose me shoqërinë dhe të luash bowling? Në varësi të numrit të grupit që do të luaj, një familje apo një grup shoqërie, një kohë mesatare është diku ke gjysmore deri në 1 orë, 30 deri në 60 minuta. Sepse një grup prej 4 vetash mund të kaloj një hapësirë 30 minutëshe, një kohë 30 minutëshe, por një grup 8 personash sigurisht që do të fishohet koha. Bëhet rezervimi tek recepcioni i bowling, merren këpucët që janë edhe një nga detajet që e kompleton këtë lojë apo këtë shërbim.
Regjistrohen të gjithë emrat e antarëve të grupit tek loja që do zhvillohet dhe shfaqet në monitor në mënyrë që të bëhet dhe kalkulimi i pikëve për secilin nga antarët e grupit. Po, tani më duhet të pyes për sa i përket fëmijëve. A ka një limit moshe apo? Ne kemi 2 pista të dedikuara për sa i përket fëmijëve. Sigurisht fëmijët shumë të vegjël 3-4 vjeç duhet kenë asistencën e prindërve. Ja ti shikojmë këtu janë edhe topat. Topat e bowling janë të për masave dhe të peshave të ndryshme për t'ju përshtatur fëmijëve, për ato moshës së fëmijëve. Fëmijët mund të përdorin numrat më të vegjël, ndërsa të rriturit numrat më të mëdhenj në varësi edhe të fuqisë që kanë si individ. Këtu janë 2 pistat e dedikuara të fëmijëve, ku gjatë kohës që kemi klient të fëmijë, ngrihen disa barjera në mënyrë që t'i lejojnë fëmijët që mos e hedhin topin jashtë apo t'i kornizojnë për gjuajtjen e topit. Po tani duke qenë se janë fëmijët, fëmija nuk luan bashkë me të rriturit? Po dhe të rriturit luajnë këtu, por e vënë sepse fëmijët janë prioritet. Nëse janë me fëmijë, janë këtu. Po, zgjedhin përgjithsisht këto pistat, po punojnë që në të ardhmen edhe të shtojmë dhe të rrisim numrin e këtyre pistave të dedikuara. Është vazhdimisht i rezervuar ky ambient, do thosha. Në fakt ka mbi 3 javë që bowling është hapur në ring dhe kërkesat janë shumë të mëdha, sepse është lokacioni që është në ring dhe është në qendër të Tiranës, brenda në Tiranë, kështu që aksesi është i padiskutueshëm. Do thosha që është një ide shumë e mirë edhe për të kaluar një festë ose një ditëlindje, pse jo organizimi bashkë me shokët e klasës ose shoqet mund të jetë pikërisht këtu për të bërë një gjë ndryshe. Për më shumë detaje, si organizohet një lojë? Atëherë janë 6 pista në total bowling, ku një lojë ka 10 sete, secili set ka 2 gjuajtje. Shënohen emrat respektiv të çdo antari të grupit që do të luajë në një nga pistat e bowling. Emra dalin aty? Po, dhe sipas rezultatit në gjuajtjen e topit dhe në rënien e birilave, regjistrohet numri i pikëve që shpallet në fund fituesi. Dakor, dhe kur vjen anga fëmijëve, ka edhe këto barriere që dalin që fëmijët mos mërziten kur t'ju shkoj topi jashtë. Por e ndihmojnë ata në gjuajtjen dhe në koncentrimin e topit në mes të pistës. Një ambient shumë i këndshëm dhe i veçantë është gjithashtu kjo dhomë karaoke. Në fakt ka 2 të tilla, apo jo? Po, janë 2 karaoke box që i quajnë ne kutitë e karaokeve. Kutitë e karaokeve që këtu vjen në privatësi të plotë dhe mund të vish me grupin tonë për të kaluar një kohë shumë të këndshme. Një kohë të këndshme, private, larg syrit të tjerëve, sepse dhe eksperienca e të kënduarit është paksa unike. Klientët duan ta shijojnë atë në privatësi të plotë. Këtu jemi në njërën nga sallat e karaokes, ku ka një kapacitet të madh, ku mund të presi një grup të madh klientësh për organizime. Edhe më shumë se sa 10 persona, 12. Duket shumë mirë edhe për një ditëlindje. Po, pikërisht, ky ka qenë dhe qëllimi që këto hapësira të jenë në dispozicion të organizimeve të ndryshme të ditëlindjeve apo të festave të ndryshme të stafit, të grupeve familjare, për të përjetuar një eksperiencë unike. Për sa kohë mund të rezervohet kjo? Kohëzgjatja është 1 orë, pra mund ta rezervojnë sallën e karaokes për 1 orë dhe të përjetojnë eksperiencën e të kënduarit. Tani përveç këndimit, nuk ka parti papije dhe tajnxhik alkool ndoshta për më të rriturit. Patjetër, sikurse pam në hyrje të bowling, bari bowling është në dispozicion të gjithë hapësirës bowling, gjithashtu edhe të karaokes. Nëpërmjet një pulsanti, klientët që ndodhen në karaoke box mund të kërkojnë që të vi stafi i shërbimit, siç janë kamarierët, dhe të bëjnë porosinë e tyre në mënyrë që të shijojnë një festë të dedikuar me pije, koktejle dhe gjithçka tjetër që mund të duhet për të festuar. Tani unë do doja që ne ta tregonim pak se si funksionon.
Kështu që ta hapim muzikën, besoj që edhe mund ta përgjigjem muzikën për me të një ekran. Dhe teksa dalim nga eksperienca shumë e bukur e karaokeve, shpresoj që e përjetuat edhe ju këtë gëzim dhe ju ftoj që ta përjetoni, sidomos gjatë kësaj periudhe festash. Faleminderit Antonella për turin dhe shpresoj festat përgëzuara për gjithë. Faleminderit.